një qëmër së më përdojnë energji, po i kemi edhe aktivistat e famshëm këto, që nuk lojnë asë një kapacitet tjetër më ndërtu, as hidro, as solar, as të teknologjisë, tjetër, që me thonë, thënë gjithë jo se bën tem, edhe pse se njojnë mirë teknologjinë, po kur të vjen importi me Martin Berishin, rreth 700 milion në vjet, këta qohën edhe gjurën me torë të zëri. Po dikur rryma duhet me ardhë, dikush duhet me prodhu atë rrymë. Pra problemi nuk është ideologjik, problemi është tranzicionit teknologjik, planifikimi i mirë, cilin qeveria Kurti ka rajt, se mas pari ka hanë që do të arëzëj kjecën të t'ja marrë licencën se ka bo, është një nënshkrimi kryeministit Kurti që nesra qadhe këtë limokët ja marrë licencën për se ka bo. Ka hanë që... Me një nënshkrim me marrë... Kur është privatizu kjeci... Pra me një nënshkrim mundet me... Një nënshkrim e që privatizën komplet. Arsuja pse u shqit kjeci lirë atëherë. Ka qenë që te ke ble si kurse te ke ble një banes, po nesër mundet me ta marrë pronare se s'pi pëlqen që është privatit lulla. Balkan. Pra e ka ullë qëmimin... Aja ullë kostën sepse nesër... Jo atë një kurte. Se cili kryeministër i Kosovës me në nënshkrem më në tërhek privatizimin dhe më në tërhek licencën. Nuk është si rasti të aeroporti ku është e caktume në shërzim këllëgjatja me koncesion, por është një farë mënyre thjesht thënë shqitje licencës e cila në fakt është pronare e gjithë aseteve sepse sistemi jënë është e reguluar. Që ka tha shefi i regulatorit që e gjujti Dibrani me torë të sëtë, mire ke bo? Mire ka bo. Po, mire ka bo se po full hashamet, sepse nuk mund është në një sistem të reguluar. Pra nuk mund është ti mi marë paret për bugjetit, për subvencion, me godit me agentat e tu komplet importin e energjis, edhe nesër mi thonë bizneseve, qëre, na qëto resurset, këtë shtetit janë ato, këtë qytetarve, edhe nesër mi thonë një firmës dhe gjendu të qëtash. Kjo është sikur mes studentave, ose këta që po bleni iftarë sëtë, dhe me anë për kokë banori që po him për iftarë, mi thonë, pezojmë, 20 euro është koka, që me thonë, shujta për iftarë, që ka që kem, po te del tash po ta jape mas qito, po ti tash del gjendu se ti qito e ke pagu 20 euro, po ty që s'polqen tash del edhe 20 euro, 30 euro, gjojë dikun tjetër gjendu ti që me të kushtu ty 42 e 45. Pro, edhe përfaqësues të sindikate edhe ndërmarrje publike, edhe të bizneseve, kjo rritje mas pare e mytë prodhimin leo. Gjithçka prodhohet me energji. E dyta, produktit esenciale që i përmeni zotnia këto, që e rrokpej bukës millit vajt edhe tjerave. Albin Kurti që ka bo këto gabim, përpos që ka raj që ka premtu që e ullë shpimin, mas pare ka nërë prodhimin, pra nuk kemi na prodhus 3, kapacitet 3 prodhus që hen sistem për me bo, e dyta, prej 6 cent që ka bo kilovati, është rrit në, jo, heqja subvencionet, kur ja shtëjsh, se tash ti do është mi logaritë dhe subvencionet. Ato pare tona. Ato e më pare tona. Do me thonë 13 cent e kemi pagu na, si konsumator të që i thojmë konsumator... Të subvencionum, pra prej... Shtëpjat, po. Dërso, kur ja shtëjsh pare të subvencioneve, ty të bjen 22 cent kilovati. 23 cent në Bruxelles, 26 cent në Paris. Rruga mesatare që hen qatë GDP ose në Google ose ku du që pezojna për Bruxelles, Belgjik, këshyri është 4.000 euro, 4.050 euro rruga mesatare. Tenan nuk e prekas 600 euro sa mëndet me konë sektorin publik, dërsa sektorin e përgjithshëm privat, sa është mëndet me dita, po foli për fuqin blerëse, aspektin social që aktivistat e duhet me trajtu, po duhet me trajtu regulatore që kërshef energjisë. Na kena regulatorit energjisë, i cili, arsuja pse kemi leo, është i cili me trajtu çmimin e energjisë edhe në aspektin social, jo veç në aspektin e kost reflektivitetit. Për ndryshe neve regulatoris në vim vetë, heq, nëse regulatorit ty thëtë që din,
Gjindu, atër pse jeti atë? Me Martin Berishën me vjedhë, me Qeverin me vjedhë rrimëna? Ja. Ti je atë për me mbrojt konsumatorën. Qëto, pra, si mas Për me mbrojt operatorin. Pra, do është me mbrojt operatorin i cili prodhën qësh është Keku, qësh është edhe Ketë si operator. Pra, Keku o podrumi i pijeve... Zëreja thotë se është biguar të shyrtoj dhe Vesh m'ja shpjegu, shumë thjesht m'ja shpjegu... Të shërbimeve që ofrojnë operatorë, pra. Që m'ja shpjegojna shumë thjesht një njerit që e pagun rrimë përse den qysh është e ndonë me sektorin energjisë. Keku është edhe mihjet, edhe produsi. Pro Keku në një kuptim një restoranit ose një kafës, kur rinë ata për çdo ditë e pinë kafën e mëngjesit ose dalin për qef, është edhe podrumi i pijeve, edhe produsi i pijeve. Keku. Kosti është transporti dejte lokali, dejte restorani, dhe zaket se kamarieri mrena. A për kuptoni? Dëmohon, ideologikisht, që po thëmë nuk o problem ideologike. Na i në rrugë në zëdhë me kamariere. Sa Albin Kurti ka rrajnë. Dëmohon, shoj kamariere. Kamariere është e vërtet që pazaren ku le të kejtë kafës, të restoranit, kejtë natës, kejtë ndrimit, e ka në gjep, apo? 2.000 euro për zojna ka qenë pazari i natës? Për nuk janë ato pare të kamariere, se kamariere e merë vishë rrugën. Më thënë. Jëmë pare që du të mja pagu Kekut, pra podrumit pijeve, produsit, birës pijes atje që podrumit ambient dhe këtu mrena, serviset e kështu më radhë. Pra komplet ideologjia e ka ngarku me privatizim edhe me këto që me mri qka? Me mri me Martin Berishën sët, mi pos 500 akuza, mu të rritë ty për 125% shmimi energjisë elektrike, mos mu të rritë rogat proporcion me këto, për pas që rritë shmimi energjisë, edhe shkon importi për 4 vjetë rrëth 700 milion, 700 milion ka kushtu Kosova e re cilin Albin Kurti e ka nari. Do me thonë, prafërsisht. Se tjerat kanë qenë kredi, hajde po shkojmë deri 1 miliard e 500.000 ka shku deri në kapacitetit përfundimtare, po hajde që përthojmë me 700 milion ke mujtë në atë kohë kërë morë vendime, në atë kohë që shkanë qenë investimet para 4-5 vjetë, o konë dikon 1 milion e gjysë për 1 megawatt për dhem, që i bjen dikon rrëth 500 megawatt letësisht, ose 400 e kështu më rallë, së më rënsi. Po që përdu me thonë është, e kanon, këto me gaz grenedit, që pëthët geje kështu tash për rrugët aty se komarak, e kanon... Aktivistat e kanë posë që të qotë. E kanon, jo, aktivistat e kanë posë të mirë, aktivistat i përgëzoj sët që ju ka gjë regulatori... Zdo zërim të kapaciteteve energetike të Kosovës, e sot thonë mos e rritë qmimin. Pra, tonë të kohën këtë thonë, që ku është përfatësusin e punëtorve dhe punëtorve dhe shërbizve në këtën pro produse. Qa ka përfitu për qmimit të energjisë elektrike një punëtorit cili përnën sektor energjisë të asesove? De fakt ju ka zvuglu roga. Ju ka zvuglu edhe qka ka bo? Për lëse pagun në rrimën ma shtrajt për ku për nënaj.